Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë lidhur me shembjen e aksit rrugor Librazh-Prenjas që ka bllokuar një lidhje me juglindjen e vendit, ndërsa drejtuesit e automjeteve po gjejnë rrugë alternative për të lidhur zonën me pjesën tjetër të vendit. E ndërsa vetë kryeministri ka udhëtuar drejt Korçës me helikopter, ai përmes rrjeteve sociale i ka kthyer një përgjigje të gjithë atyre që faqsojnë qeverinë për shembjen e rrugës. Rama e cilëson atë që ka ndodhur një fenomen natyror, duke i larguar përgjegjësinë jo vetëm qeverisë, por edhe firmave që kanë kryer punimet. Sa për aksin e bllokuar këto ditë duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, po nuk ka ndonjë kanal a qofte dhe portal në atë vend parti politike jo, që ta trajtoj fatkeqësi natyrore me histerinë e këtushme, ku ky avaz është bërë një traditë lig, shkruan Rama. Reagimi i kryeministrit vjen në një kohë kur prokuroria ka nisur paraprakisht hetimet duke mbledhur prova në ato që i konsideron si vendngjarje. Postimi i plotë i Edi Ramës. Më thonë se që kanë futur në vlim tenxheret politike e mediatike, pse unë po udhëtoj me helikopter për Korçë. Në fakt jo vetëm për Korçë, po nga Korça edhe në Vlorë për të shoqëruar një grup investitorësh me prestigj ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë, e për t'ju prezantuar hapësirat e polit të dijes në Korçë dhe të kompleksit të ri në Vlorë si dy destinacione me potencial për të mikpritur universitete të mirënjohura ndërkombëtare. Ata vinë nga Rinasti në Korçë e pastaj në Vlorë me helikopterin e tyre, ndërsa ne do të përdorim helikopterin e forcave të armatosura, i cili me ne ose pa ne kryen çdo muaj orët e veta të domosdoshme të fluturimit, e në këtë rast i shërben edhe një punë tjetër të mirë njëkohësisht. Sa për aksin e bllokuar këto ditë duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse. Në Itali po rrëshqet gjatë këtyre ditëve një masiv gjigant që rrezikon të marrë me vete një qytet të tërë të banuar, por nuk ka ndonjë kanal a qofte dhe portal në atë vend, parti politike jo, që ta trajtoj fatkeqësi natyrore me histerinë e këtushme, ku ky avaz është bërë një traditë lig. Ndërsa për fluturimin tim mbi aksin e bllokuar, kam edhe këto dy fjalë. E para i ka mërën në Shqipërisë rrotull më shumë se tërë kryeministrat e tjerë të marrë së bashku. Qysh nga krijimi i shtetit shqiptar dhe kam prekur këtë vend në çdo qoshe, jo si turist, por si kryeshërbëtori i zgjedhur i shqiptarëve, të cilët i çmoj më shumë se çdo telendar politika mediatik dhe më njohin më mirë se kushdo prej tyre. Prandaj edhe më kanë votuar gjithnjë e më masivisht, duke i shpërfillur rregullisht tenxheret mediatike e dallaveret politike. E dyta, me aks të lira, me aks të bllokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë, pikërisht sepse grupi që vjen do të shoh Korçën, Vlorën e nesër Tiranën në vetëm 24 orë qëndrimi në Shqipëri. Por fundja çfarë do të them unë, tenxheret do të thonë atë që kam për të thënë dhe në fund fare, karvani do ecë përpara, qenë do vazhdojnë të lehin, vepra do të jenë të vetmet që do të mbeten. Për qartësi, bashkëlidhur është rrëshqitja aktuale në Itali se gati janë ta transferojnë në Shqipëri, përfundon kryeministri.